Ai që guxon të nxjerrë fjollamorinën nga rrjella e një loje dhe ta bëjë ato provokative, ajo siç u shpreh në orët e parë të qëndrimit të saj në shtëpi, pika nënën. Sigurisht, një banori si Fjolla për mua në atë shtëpi mund të trazoj ujërat, por si do qoftë duke qenë një personazh që ka treguar që ka pasur probleme me ligjin, probleme mentale, probleme me jetën e saj të shëndetshme, kur futet brenda një shtëpie ku presioni, ngacmimet, provokimet, nervi janë të domosdoshme për të qarkulluar loja, besoj që do të biesh shumë shpejt edhe ndoshta do dalësh nga e shtëpi me zarfin e zi. Kështu e shikoj unë Fjollën edhe pse për disa ajo do t'jetë elektroni që do të ndryshoj situatat në shtëpi, por këto që futen vonë nuk është se ndryshojnë ndonjë gjë nga ajo shtëpi, se polet janë krijuar dhe ato banorët që janë provokues tashmë publiku i njeh siç është Labi edhe Alba. Duke qenë te kjo e fundit, po shikojmë që banorët që janë në nominim si Shkurta, e cila po humbet nga faqja e dheut, nuk po shikoj më në atë shtëpi për post disa imitimeve brillante që ajo bën, por nuk është Big Brother vetëm imitime, duhet të japë edhe më shumë nga vetja, të jetë më e qëndrueshme në ato që thotë dhe në ato qëndrime që mban për situata të caktuara, pasi do dalë më mirë në sytë e publikut, jo vetëm me këto imitimet që janë të bukura, të rrezetshme, por vetëm kaq që mund të shikojmë në Big Brother, duhet të shikojmë edhe situata të tjera, dhe ajo që po prodhon më së shumti situata është padyshim Eliona, e cila ishte edhe kryefjale Prajmit mbrëm, ku tregoi në ujëra të pakët të gjithë historinë e mistershme që ka të bëjë me ikjen e saj nga familja, me ikjen pastaj nga familja gjermane, me kërkimin nga policia, e la në ajër sigurisht për ta thënë në një moment ku ajo ndoshta do të ndihet më e qetë, por edhe në kuadër të lojës për ta folur dhe për ta mbajtur ndoshta në thojza peng publikun, por sidoqoftë e kam thënë dhe do ta them për sa kohë që e shikoj të njëjtën reagim, ajo është e qëndrueshme në lojën e saj, ka një maturi, edhe pse vetëm 18, kjo nuk do thotë që mosha të përcakton ty se sa ti jep nga vetja dhe se sa ti veten e lejon të dalësh në të keqen tënde, por për sa kohë Eliona nuk ka dalë asnjëherë keq, i ka marrë të gjitha situata sulmuese që i kanë rënë në kurriz me një qetësi, me një butësi dhe me një trajtim me finesë për të dalë të keq ata dhe më së shumti se që janë në krahasim me ato që kanë thënë për Elionën, për mua tregon që është lojtare e zgjuar, një lojtare e ftohtë dhe një lojtare që di se si të provokoj, si të provokoj Labin, që e zgjoi nga gjumja atë mesnatën e famshme ku ai foli edhe për nënën dhe për motrën e vdekur. Pra ajo brenda lojës Eliona po di ku të kapi pikat e dobta të banorëve dhe nuk i nevojitet fare informacioni nga jashtë, sa kaq informacioni nga jashtë që nuk kuptua, edhe pse mesazhi u dha me të madhe, është padyshim letra e nënës së lundrimit, i cili është favoriti i publikut me të gjithë energjinë dhe sarkazmin e tij, por në rrjeshta në fund nëna i la mesazhin që unë do ta zbërthej, ke ardhur vetëm, luaj vetëm, fokusohu vetëm, përqendrohu te vetja. Sigurisht që ajo ka parë të gjithë trysninë dhe të gjithë atë çka publiku po kërkon ndoshta për t'i parë, si çifte dhe duke hedhur dyshime për orientime të caktuara seksuale që mund të ketë lundrimi dhe Klodi, por nga ana tjetër e kam thënë dhe do ta them gjithmonë që në këtë dyshe ai që përfiton më shumë dhe që e shikoj më shumë lojtar me strategji loje është Klodi, pasi po përpiqet që të përfitojë nga të tjerët dhe del në përprajm vetëm duke duar trokitur edhe duke i thënë tjetrit ti ke bërë mirë, ti ke bërë keq, pra duke marrë kredenciale që për mua deri kur do të vazhdoj kjo lojë pa dhënë shumë nga vetja, pa i treguar publikut se ti kush je, siç fliste dhe përshpëriste me hygërtën duke thënë që më ka marrë malli për atë që kam jashtë unë. Pse nuk tregohesh si sinqert me banorët, edhe kur u pyete mbrëm në atë klipin që u dha, nuk u treguaj sinqert në lidhje me raport me Eliona dhe pse qeshte për qeshte, shikonte lundrimin ky fundit me nerv, sigurisht që për kuadër të lojës dhe për hir të saj, mund të lindin ndjenja, mund të lindin romantizma, siç po shikohet që ka një lloj flirti në ajër dhe të dukshëm midis Elionës dhe Klodit, por mbetet për të parë për sa kohë e zonja e punës u tha publikut dhe na tregoi të gjithëve që stop, prit,
do t'jem unë ajo që do t'jap konsumin sa ju duhet juve për të folur dhe se sa i duhet shtëpisë për të komentuar. Nuk ndau shumë detaje, po qeshte në siklet, po kështu, po ushtrite në divan, pa dhënë përgjigje për të gjitha ato deklarata dhe për të gjitha ato shikime, flirte që mund të ketë me Klodin, por kur them unë që është lojtare e zgjuar, lojtare e ftohtë, kjo nuk do të thotë që është tinxare, kjo nuk do të thotë që është fasada apo që është viktim në ato lojë, duhet të dish të ruash qetësinë, të shikosh gjërat me ftohtësi edhe të kesh përmbajtje, të kesh thelb dhe të kesh material për ta mbajtur audiencën të jetë kurreshtare për lojën tënde. E sa kohë Eliona është një nga personazhet më të pëlqyer në publik, kjo shikohet në like që ka video, në shikueshmërinë e videove, në komente edhe në të gjitha situatat që ka shtëpia ku disa banor kapen tek ajo për të përfituar një lloj vëmendje dhe një lloj trajtimi të materialeve që shikojmë dhe i analizojmë së bashku në Prime. Duke qenë që është edhe lidere e javës, Eliona jam shumë kurioze për të parë nëse fillimisht do ta përdor si strategji për lojë apo do ta përdor si strategji për të treguar që është një lidere e mirë në shtëpi edhe pse për punë s'besoj që ja thot gjë, por sa kaq për strategji loje mendoj që do të jetë e ftohtë siç është treguar deri më tani në këto 3 javë Big Brother, ku me një lloj finese edhe me një lloj dinakërie të vogël, ajo po din se si t'i lëviz ujërat që të shkojnë në rrjedhën e saj dhe ajo të dalë në sytë e publikut e kulluar dhe një vajzë pa një cent. E sa i përket notit, deti u bë kos sigurisht me lojën që po bën në Prime, me një lloj viktimizimi edhe me një lloj lutje, thua ti është shtëpia e Big Brotherit Kir Xhami, ku ai kërkon falje për çdo veprim që bën gjatë ditëve të qëndrimit në shtëpinë e Big Brotherit dhe me një lloj humbje dhe me një lloj, le të themi, neverie që mund të përdori situata nga jashtë, për mua humbet pikë dhe padyshim që e kthejnë atë në një lojtar shumë të dëshiruar nga publiku, por padyshim një lojtar që prodhon situatat. Shikojmë se si do të jetë fërku i tij me Fjollën, sigurisht që ajo e ka parë nga jashtë, e ka parë dhe Albën që nuk e takoi, por lavdëroi dhe lëndrimin. Fjolla ka ardhur me detyrat e shtëpisë të bëra në atë Big Brother dhe padyshim po e tregon se ku do të pozicionohet apo kë nuk duron në atë shtëpi. Sa kaq duke mbetur tek noti që u bë legjend këto 24 orët e fundit, sigurisht në atë shtëpi duhet jesh i zgjuar dhe duhet dish se ku po e lëshon fjalën dhe duhet të dish më së shumti se çfarë ke lënë pas. E nëse ti ke lënë postime pafund siç ka lënë Labi Noti jon i dashur, sigurisht që do të kthehet në një lloj bisede qesharake që bëhet nëpër studio ku komentohet Big Brother dhe në sytë e publikut të zhvesh ty nga të qenit një lojtar i fortë, por thjesht një lojtar që guxon dhe përdor materiale nga jashtë, por jo një lojtar i fortë me logjik që di të argumentoj dhe të mbroj veten dhe jo ta kthej në viktimizim dhe please help me, kërkon mëshirë. Nuk është Big Brother ky variant, nuk është Big Brother kjo lojë që duhet të luar. Uroj që Labin për të mirën e tij të ridimensionohet dhe ta shikoj qasjen e tij në Prime më të fortë dhe të dalë ballë dhe të pranoj gjërat që ka bërë. E sa i takon të nominuarve, Sasa nuk e di pse është ende në atë shtëpi, tisha unë do kisha marrë rraqet e do kisha ikur, sa kaq Alba po aktivizon në debate atë që quhet si kopja e Xhesit, por për mua i Brodeli është një tjetër variant ndryshe e të qenurit të bërit lojë në Big Brother, por sidoqoftë i ka ngelur ky stigmatizim dhe është pak i vështirë që ku të ngulitet diçka edhe në opinion të largohet aq lehtë. Ky është e trotshme rating kësaj radhe. Do doja të dija dhe mendimet e juaja, por më kryesorja është edhe të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.